الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë, Allahun e madhrojmë, prej Tij kërkojmë falje, prej Tij kërkojmë udhëzim. Në këtë ditë agjërimi lutim Allahun e madh që Allahu të na kaplon me rahmetin e Tij ya Rabbel Alamin. Allahu t'i këtë pranuar agjërimin tonë dhe gjitha lutjet dhe ibadetet që i bëjmë ya Rabbel Alamin. Pastaj i çojmë salat dhe selam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati i pranishëm në këtë xhami sot do të ndajmë një nasihat të shkurtër që e marrim nga disa ajete dhe disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta mbush zemrën me dashuri ndaj Zotit. Dhe vazhdimisht mundohemi mi selektu temat që janë më prioritare, më shumë që kemi nevojë. Dhe sot ligjëratën apo nasihatin e shkurtër do të mundona ta mbaj me juve, edhe për vete edhe për juve. A ju ka shku mendja ndonjëherë me pyet veten, a më don Allahu? Edhe kur e ke kujtu veten mërant i herë, mi bë pyetje vetit, a më don Allahu? Sa më don Allahu? Edhe çka jam të bë unë për Allahun më mdasht? Përgjigjen për juve për ja thanë edhe vetit, veç më të shku menja, a don Allahu, kjo është një simptom që Allah ja ashtu dasht. Veç menja më të shku te Allahi, Allahi ja më don, kjo është një prej simptomeve të para që Allah ja ashtu dasht. Nëse Allah të mundëson me përmenë Allahin, Allah ja ashtu dasht. Nëse Allah i ta ka bërë rrezik me agjeru, Allah ja ashtu dasht. Nëse Allah i ta ka bërë rrezik më kanë pjesë e xhamatit në xhami sot, Allah ja ashtu dasht. Po juve për ju thamë, dashuria unë njësaj? Dashuria Allahum ndaj Resulullah, ta u kanë njësaj me dashurinë e pejgamberëve tjerë? Dashuria ndaj njerëzve dhe kategorive të njerëzve, a është e njëjtë? Nuk është. Atëherë ky standard i dashurisë, nëse na e bëjmë komparacionin në dynjat mes krijesave, kush e don dikan më shumë? E don atë çka e respekton. Nxënësi, më i sjellshëm, më i ndëgjueshëm, më i mirë e don mësuesi, e don profesori. Në punë, shefi kanë do më shumti, më të sjellshmin, më ta. Allahu, këtë komparacion nuk bëhet, po. Jena të folë për me kuptu natyrën. Allahu e don njeriun i cili është për ulës, ndaj madhnisë Allah. Unë do të flasë në disa elemente pak më ndryshe sot. Bashkë kur t'jesh largë që me ndonë, se ka një herë hupi myti, thotë mu Allah i së ndonë. Hoxhën kam shumë gjëname, hoxhën e kam ketë, hoxhën e kam atë, hoxhë ketë. Qatëherë kur t'jesh ti me ndonë që je shumë largë, Allah e shumë nga. Qatëherë këthej e Zotit. E di një rastin me 99 vjeç që i ka mytaj. E ka bën jetin veç me botobe, se ka marrë fetfa, 100 i ka thonë, dush me botobe dhe mu largu. A më ka në hadith që Allah e ka falat njeri, për një plan që ka pështu. Pse ka pështu? Wallahu yuridu an yatuba alehim, Allahu don që ti të pendohesh, ama para se mu pendu, është një sen tjetër më i rëndësishëm. Me gjithë gjunahet, i na të fol, kur ti mendon se je shumë larg, atëherë mendon se je afër, duke thonë la taqnatu min rahmetillah. Mëse hum i mytin shpresën te Zoti, shpresa në dashuri është më e madhe sa gjunahin që i kiti. Unë kam bën gjunahe, wallah. Po Allah prej teje po kërkoj që ti më falë më. O Allah, unë i mytin në asë një moment, me gjithë gjunahe që i këmë bën, nuk i largojnë asë një herë. Prandaj, kjo të regon se lidhja jonë fillon me la taqnatu min rahmet. A ka fe dhe dashuria që ka nuk ka shpresë në Zotë? Ja, na kemi shpresë në falje, na kemi ymit se Allah i ka mëna çunë në xhennet, na kemi ymit se Allah i ka mëna shpërbly. Që kjo është pjesë e dashurisë Zotit.
Nuk bën me humbë në asnjë fazë të jetës njeriu me gjithë gjunat që i ka rahmetin e Allahut. Prandaj, pyetja është, a na don Allahu? Nëse ky i myt Allah e ashtu të dasht. Mos e humbni shpresën. Dhe porosia e parë që duhet më ia thonë veç menën me çu, e pastaj mos me humbi mytin tek Allahu subhanahu wa taala, është la taqnatu min rahmetillah, mos e humbni shpresën. Pejgamberi prej 63 viteve jetë, një vit ke i dëshpërimit, i mërzijës. Allahu në surat ad-Duha çka tha? Ma wadda'aka rabbuka wama qala. O Muhammed, Zoti yt nuk të ka braktis ty, as nuk të lën, as nuk të urren, o Muhammed. Amo këtë dynjaja kundër Resulullahit. Veç. Nuk e braktisi Allahu Muhammedin a.s. Nuk e ndjeti veten pejgamberi sa se është i vetmuar. E kishte shpresën te Zoti, ama Allahu pi 7 kat qiellnave i tha, Allahu ty o Muhammed nuk të braktis. Nëse Allahu i ka thënë Muhammed Mustafas, edhe ty dhe mua ashtu thon, Allahu nuk të braktis me gjithë gjinaat që ki ti dhe errësirën dhe telashet që ki, mos e hub shpresën te Zoti. Allah nuk të braktis. Ti e braktis fjalën e Zotit. Ti e braktis urdhin e Allahut. Allahu nuk të braktis, trakit ndër Zotit. Nëse sot je i mërzitur nang, nuk don të se Allahu të ka sprovu dhe Allahu nuk don. Përkundrazi, nëpërmjet sprovave Allahu don ty dhe mua. Sa më shumë të sprovohesh, aq më shumë Allahu të ngrit lart. Mos mendon se sprova është dënim, po mund më kanë pjesë e dashurisë që Allahu nëpërmjet kësaj të afron që ti ta duash Allahun më shumë, edhe Allahu don ty pastaj. Kur ti ndin larg Zotit, bashkë atëherë Allahu nuk largohet nga ti. Bashkë atëherë, prandaj, çka e ma lidhjen e njeriut, e ma në shpresa i mytin Allahun subhanahu wa taala. Mesela e dytë është, a më don Zoti mu? Vezvesja e parë, shejtani çka thot, po ti ki gjunahe shumë, nuk të fal Zoti. Hekne këtë. Ti që e të më dëgju, edhe unë, për vete dhe për ju. Kur mos u ban peng i gjunahit, po banu peng i shpresës dhe i faljes. Mos u nal te gjunahi, e ke bët gjunahin, mos hedhë ti në gjunah dhe me nejt alate, dil pi gjunahit, thuj o Allah, ti më donë mu Allah, pisot, thuj Allah i më donë. Thuj, që e menën, që e fjallin, lutjen, o Zot, ti më donë, o Allah, ti më donë, e ma dhënë përdu më dashtë, o Allah, drejto ma zemrën te me ka ti, thuj kështu Allahut. Thuj me sinceritet, me gjuhë të pastër, me zemër të pastër. O men yu'min billahi yahdi qalba, ai që beson tamam Allahun, Allah ja udhëzon zemrën, ja don Allahu zemrën atij. Me gjithë gjunahet që ka, plot njerëz ka të përgëzuar. Plot njerëz ka që Allah i ka përmend gjunaçar që i ka përmend për të mirë mas 1400 vjetëve. Kemi shumë shembuj. Një prej shembujve. Një njeri, një grua pi Ben Israilëve, ka qenë gjunaçare. Ka qenë gjunaqare, e më i ka dhënë qeni tuj. A më qaj e vej për kone sinqert, e ka bëzë për Allah. A më na sot e përmeni. Deri në ditën e kiametit. Qka e ka bëzë të dashër të Zoti që këtë grua gjunaqare? Qenit maru i ka dhënë. Po sa herë në njerëzve japën fukarave bukë. Po sa herë i folë një njerëzve fjallë të mira. Po sa herë. Inel hasanat yudhibne sejjat. Punë të mira i shlim punë të këshia. Me një vepër ka hin histori. Prandaj, bëni vepra të mira, Allahu don. Që e menën të Allahu, Allahu don. Shpresat të Allahu, Allahu don. Me gjithë gjunaat që i ki, Allahu të në Kur'an, Wallahu yuridu an yatubu alehim. Allahu don. Kujna, yurid. Ka qef. Allahu don. Ka ne don, e don atë që pendohet, ban tobe të Allah. Që mu i Ramazanit është mu i tobes? Allahu nuk thot ata që zgabuan. Nuk thot Allahu ata që nuk gabojnë. Na këti na gjunaqar. Po thot mos humni shpresën se Allahu nuk lodhet të të falë dhe të të mëshiru, por njerëzit lodhen në realisht. Njerëzit lodhen. Prandaj nuk ka gjuha e mirë se gjuha dhe zemra që ka shpresë në Allah dhe gjuha dhe zemra që pendohet te Zoti. Kjo është lidhja me Allahun për më dashur. A më don Allahu?
mos e hupi mytin kur, po me gjithë gjinohet, mos e nal tobën dhe istikfarin kur, se i myti, shpresa dhe tobja dhe istikfari e shtojnë dashurinë ndaj Zotit dhe bëhesh nga të dashurit e Zotit. Allahu na bëf nga ata. Është një kategori tjetër ban gjinohe që kalimti kemi përmend, po njeriu kur e ban një gjuna dhe me automatizëm e ndjen dëmshmërinë në zemër, e ka bërë këtë gjuna. I ka bërë zullum dikujt, ose e ka bërë një mëkat. O Allah falem, më dhem zemra. Pasha Allahun, kjo është pjesë e dashurisë Zotit. Se ka dikush e ban gjinojnë hiç si dhem zemra, ato në qafirat, ata Allahu nuk i don. Po jena të fol për muslimanin gjunaqar. Nëse dhem zemra, që ajo pjesa e dhimbjes është pjesa e dashurisë që Allahu ashtu ta ngacmu zemrën, ashtu ta lëvrit zemrën, mi thon, o Allah falem. Çka element është shumë i rëndësishëm. Prandaj me ndje dhëmshmërinë e gjunahit është prej simptomeve që Allahu don, me ndje dhëmshmërinë. Sa ajo zemër që nuk ndjen dhimbjen e gjunahit, ajo është e vdektë atë në qafira. Ama na kit kena gjunahit. Prandaj dashuria e Allahut fitohet me dhëmshmëri, duke dhimbë zemra ty për gjunahet që i ban. Allahun e kërkon pastaj kur të jesh në këtë pozitë se ndihesh keq, zakonisht njerëzit e kërkojnë Allahun kur të janë në vështirësi, po normal. Është natyrshmëri me lut Allahun. Kur të ka tërmet miner o Allah, kur ka fukarallëk lufto Allah, kur të ka krizë o Allah, vazhdimisht. Edhe kjo është pjesë. Nuk po flasim që është pjesë e gradës të lartë, po është pjesë e imanit dhe simptomeve që Allahu don, me thirr Allahun edhe në vështirësi. Fi serra'i wa darra. Ne lutim Allahun edhe në të mira, edhe në të këqija, edhe në zëngjullëk, edhe në fukarallëk. Vazhdimisht e lutim Allahun subhanahu wa taala. Prandaj dashuria e Allahut është për ata që kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Çka thot Allahu në Kur'an, dëgjoni. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj o Muhammed ummetit, nëse e doni Allahun, in kuntum shart, nëse e doni Allahun, Allahi nuk t'ja të borç. Yuhibbukumullah, Allahu don ty. Ama të ka shku menja në herë me vetën sa e dojmë në Allahun, edhe atë ka shku menja na tham titullin e kena, a don Allahu ty. Unë jam të thonë tash, ti sa e donë Allahun. Sa dush me dasht Allahun ti dhe unë, sa dush më konë musliman i mirë, e jone është me limit. Dashuria o që kaqë? 1000 recate, 1000 Ramazana, 1000 recate, 1000 kuta diune, 500 hatë, jenë me numra. Dashuria Allahut nuk ka numër. Kam pas bo një pyetje para 2 vitesh, a ka diçka më të madhe se me dasht Allahun? S'ka sen më të madhe se me dasht Allahun. Ka diçka. Më dasht Allahu ty është më e madhe se sa na me dasht Allahun. Se na me dasht Allahun është e limitume. S'kemi na, kemi kufi. Më dasht Allahu ty është pa limit, është dashuri absolute që i takon madhërisë Allahut. Kjo është e Allahu çka thot? Kul in kuntum, ja ka vënë shart vetit. Nëse e doni Allahun, Allahu don ty. E kjo është ajo reciprociteti që jam të dashur me folën, se na duhet me bë vepra dhe mi marr sebepet që na me dasht Allahun, që Allahu me na dash neve, me gjithë gjunahet që kena, mos me hum shpresën, po me gjithë gjunahet që kena me bë tobe, po me gjithë gjunahet me ndjedh dhe mshmërinë, 3 elemente kanë. Me ndjedh dhe mshmërinë e gjunahet, e pastaj me fillu dashurinë dhe veprat e mira mi bë për hir të Allahut. Yuhibbukumullah. Nëse e doni Allahin, Allahu ju don juve, min një herë thotë se din që Allah na kena gjunahet. O yaghfir lakum dhunubakum, thot Allah, min herë na jet. Thot Allah ju fal juve gjunahet. Wallahu ghafurur rahim, pastaj Allah është falës, edhe Allah është i mëshirshëm, e vulosket. Allahu don, Allahu të fal, Allahu të mëshiron. E mos sa në çka ka përveç se xhenet. Allah i nasip na boft. Kjo është vetëm në Islam ky rregull dhe kjo cilësi madhështore e Allahut, dashuria e Allahut është obligim për secilin, po me një kusht, ne ta duam Allahun që Allahu të na don neve. Kjo është e para. Na ta dojmë Allahun, pastaj Allahu na don neve. Një letër, një vajzë, e pas ka shujt një letër dikun, gjunaqare, vajzë e re, me shumë gjunahe, edhe normal, ndonjëherë përdoren emocionet me lutje, thot, u myta të lutë Zotin.
Po lutjet e mia deri në tavan, s'po shkojnë ata na het shkërka. E luti Zotin s'po ma pranon lutjen. Një nat, mas krit kësajna, me lot e sajna, thot, o Allah, unë nuk jam, thot, si duhet, unë jam për me gjunaqar, o Zot, garant ti si e të mi pranu këto lutje mua. O Allah, këto lot që veç ti mi shef, se unë jam veç vetë në dhomë, a ju ka shku me një, sa njeri qanë vetë, plot ka. Veç vetë, me Allah. E thotë, Allah, këto lot nuk mi shek kush pos ti, po Allah, unë jam shumë gjunaqare, edhe këto lot jam t'i rrejtë veç për ty për shkak gjunave, edhe mungeses që e kam ndaj teje, në gjunave që i kam ba. Kam gabu shumë, ndoshta, kjo shumë e rëndë. Thotë, ndoshta Allah, që kjo i ka mungu, ndoshta Allah ti thotë së mdonë mu. E që kjo fjallë, ndoshta hekne ju, Allahu në donë neve. E ndoshta Allah ti së mdonë mu, ama gjithë natën s'po flenë, me javë, me muj, siklet shumë i madhë. Por unë Allah, ndëgjën çfarë fjalë ka thënë. Por unë Allah, ty të du vazhdimisht, o Allah, me gjithë gjunat që kam, edhe ti pse s'më donë. E nëse ti s'më donë, o Allah, unë s'kam ku me shku, Allah, për ti kam ardhë, o Allah jam. U që shkojnë gjami? Ku shkojnë gjami, qatë letër e shkrujti, edhe me fjallë, edhe me shkrim, edhe lanër jastik. Kur dulën të nesër në sabah, qaj hoxha, qata jetin e parë që e lexova unë, i shkon të e komentu, la taknatu min rahmetillah. Mëse humni i mytin të Allah, edhe i shkon të thonë, Wallahu yuridu an yatuba alehim. Allahu e pranon lutjen e penduzve. Ju rafshu zemra. Qaj e lutja deri në tavan, e qaj lotin natën, e qaj e shkrimin jastik, i dulën xhami nesër në sabah. Për mu dhe për ty, mëse nalni lotin e dhimbjeve të gjunaheve, mëse nalni i mytin shpresën të Allahu, mëse nalni lutjen, shpresën edhe tobën të Allahu, se Allahu falë dhe të mëshiron. Cilë që në hoxë shkacet, mos ta zgjat më shumë, shkaqet. Po duhen më ndasht Allahu, shka të bajnë? Shtoje tobën, muji i tobës është muji i Ramazanit. Sa herë duhet me bë tobë? Por sidomos muji i Ramazanit, shton e tobën. Nuk ka sen që ta pastron zemrën edhe ta afron te Allahu. Pse? Se thot Allahu në Kur'an, wallahu yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don ata që pendohen. Allahu don. Kush nuk ka bë tobë, e dini? Firauni. Se me ndjemdhaj, kibërlit, Allahi nuk ja ban në rëzk tobën. Allah e shkatërroj. Nemrudin, Allah e shkatërroj. Ebu Gjehlin, Allah e shkatërroj. Pse? Ishin me ndjemdhaj. Wastakbaru wa kanu min al-kafirin. Ata i banën kibër Allahut dhe ishin prej qafirave. Prandaj, me gjithë gjinahet, kur mësonal prej tobës, nëse donë më dashtë Allahu, shtoje tobën në gjuhën tonë edhe në zemrën tonë, Allah i donë. Wallahi, Allah i donë. Shtoje tobën në gjuhën edhe në zemrën tonë, tobeten nasuha. Thotë Allah në Kur'an, ja juhalladhina amanu tubu ila Allahi tobeten nasuha. O ju që keni penduar, o që keni besuar Allahun, pendohuni me pendim rëndësor, sinqert, veç për Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj gabimi nuk të largon nga dashuria e Allahut. Edhe një herë, gabimi nuk të largon nga dashuria e Allahut. Për këmbgulja me bon kast në gjuna e kjo të largon. Me zemër të sinqert, pendohu te Allah, Allah të këthen. Sas, me gjithë gjuna e që ki. E dyta, a më donë Allahu, atër ma të vetën. Sa a më donë dhe sa më donë, sa vepra ki qa që donë Allahu. Prandaj veprat e mira janë prej sebepeve që Allahu donë ti në Ramazan, e të ba punë ma shumë. Imanin e ki ma mirë, ftyrën e ki ma të mirë, zemrën e ki ma të mirë. Pse? Se në Ramazan musliman bëjnë tobe ma shumë, musliman reqate bëjnë ma shumë, musliman Kur'an bëjnë ma shumë, musliman sadaka zeqat japin ma shumë. Po kitë këtë e në punë të mira marbur. Po s'ka mundësi ti me gëzu fukaran, Allah i mësë më të gëzu ty. S'ka mundësi ti më gëzu duke ba dhikër Allah, Allah i mësë më të gëzu zemrën ty. Prandaj, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah i donë bamirësat. Bamirësia është, në mendojnë veç me pare, jo, ajo është një prej atënve. Bamirësia është shahadeti, bamirësia është sadakaja, bamirësia është zjareti, bamirësia është çdo punë të mirë që e ban. Allahu top tani ka thonë, wallahu yuhibbu, a don më dash Allahin, atë fol për më dash Zoti.
yuhibbul muhsinin, Allah i don bamirësit. A je bamirës? Dhe sa je bamirës, secili pyetje vetet në të i banë dhe në ta shton këtë punë. Prandaj Allahu i don njerëzit bamirësa. Pjesa e tretë ose pika e tretë, prej sebepeve më dashur Allahu, pendimi dhe veprat e mira. E treta është durimi. Nuk ka mundësi më dashur Allahu nuk se nuk je sabërli. Pejgamberi alayhis salam ka qenë ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Pejgamberët e Allahut janë qenë më shumë të sprovuar, po më i sprovuar ka qenë pejgamberi, por më sabërliu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka sprov në fytyrën e tokës që ka dikush dhe s'ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka shans. Më sabërli ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nejna ummet i Rasulullah. Atar ka shatat Allahu, a don më dashur Allahu, wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah i don sabërlit. Ajet tjetër, inna Allaha ma'as sabirin. Allah është me sabërlit. Edhe i don, edhe Allah është. Ku ka privilegj më të madh se Allahu më kon me ty? Shto e sabrit. Ramazani, çka thonë, është muaj i sabrit, është muaj i tobës dhe është muaj i veprave të mira. Atëherë ki me i danin më të mirë të Ramazanit, që Allahu më ta shtue, me shtu dashurinë ndaj ty me një kusht, nëse ti shton veprat e mira, pendimin dhe durimin. E katërta, wa tawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Dhe mbështetun në Allahun, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allahu thon në Kur'an, më mbështet. S'ka maket se më hum njeriu, edhe më mbështet ndikan tjetër post në Allahun. Wa tawakkal ala Allah. Dhe mbështetun në Allah, se Allahu të mjafton. Pse? Se thot Allahu, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah i don ato që kanë mbështetën. Ti e ki gjinojnë, po mbështetesh diçka tjetër, ja? Me gjithë gjinojnë, pse të Allah, se Allah i të fal. Allah i të mëshiron, Allah i të udhëzon, Allah i të pasuron, Allah i të shëron, Allahu, mbështetun çdo gjendje, wa tawakkal ala Allah. Dhe mbështetun Allah se Allahu të mjafton, wallahu yuhibbul mutawakkilin, dhe Allah i don njerëzit që bëjnë, që mbështeten te Zoti. Elhamdulillah, në Ramazan, muslimanët përveç farzave, kur ma shumë nafile s'falin se në Ramazan. Elhamdulillah, Allah i kabul në boft. S'ka sen pastaj për elementeve me radhë. Nëse don me ditë, Allahu atë don, sa ma shumë nafile. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, në kuptim të hadithit, robi im vazhdon me ardh tek unë, me vepra të mira, derisa të afrohet me nafile. Sa ma shumë nafile afrohet te Zoti, edhe thot hadithi që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, e thot unë ata e dua. Në thot njeriu me nafile, Allahu e don më shumë se atë pa nafile, se nafilja, farzët janë urdhna të prejmë, nafilja është vullnetar. O unë pse po e fali këtë namaz? Na kena farz zeqati, po pse japni sadaka? Pse është, nuk është patjetër, po është nga mirësia e Allahut që na ka dhënë ti ban mirë. Edhe këtë veprat nafile, se nafile nuk janë vetëm sunetet e namazit, plot ka nafile vullnetar. Ki mundësi me bën një punë të mirë, nëse e bën shpërblehesh, nëse nuk e ban, nuk dënohesh për ta. Që kjo që e ban ti për hir të Zotit, Allahu të shpërblen. Allahu i don njerëz që bëjnë vepra vullnetare. Allahu i don njerëzit që bëjnë vepra vullnetare. Pastaj pika e fundit, Allahu thot, wallahu yuhibbul mutahhirin, wallahu yuhibbul muqsitin, wallahu yuhibbul mukhlisin. Tre ajete janë për mos më zgjat shumë. Allahu i don njerëzit që pastrohen, Allahu i don njerëzit e drejtë dhe Allahu i don njerëzit e sinqert. Që kjo është bazë. S'mundesh me në xhennet pa u qenë i sinqert, s'mundesh me qenë në xhennet pa u qenë i drejtë dhe s'mundesh në xhennet me hi pa u qenë i sinqert. Elusim Allahun e madh, që Allahu të na ban neve, që na ta duam Allahun dhe Allahu të na don neve. Edhe pe përfundoj me hadithin madhështor të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu i thot, kur e don dikan në dynjata, ju ka shku me një herë. Në këtë verzion, ali se keni kurrë këtë meselë. Allah i thot Gjibrilit, du në filanin me emër, se thot edhe unë e du. E Gjibrili i thot melaqeve të Allahut, Allahu e don, Gjibrili e don, melaqet e dojnë, e zbresin tokë edhe e dojnë njerëzit, krejt njerëzit këtë punë. Ama, çka e qënë njeriun me dasht? Allahu, për i 7 katë qilë në me i thonë,
me emër prej miliardave njerëzve filanin Allahu e don. A dini çfarë a di çfarë privilegji është? Më thon Allahu mi thon Xhibrili me laçeve të qiellit e tokës njerëzimit, më thon unë e du filanin. Ka diçka. A e qënë dika në pozita që është shumë zëngin? Pozita, fama, kariera, bukuria? Jo, vëllah. Ka ndo një vepër të veçantë që e ka që Allah e do. Ka ndo një vepër. Por si për mu dhe për ju. Bani ndo një vepër që të përmendesh në qilë. A i që ka përmendet në qilë, përmendet në tokë. E pastaj përmendet në ditën e kiametit për të mirë. Bani vepër, o vlezër. Sot jemi, nesër s'jemi. Sot ka vepra, nesër ka shpërblim. Nuk mundet që kam janisën e masit des me bë punë të mira. Nuk bëhen punë masit des. Ka me dashtë Allahun masit des. Nuk s'munësh me dashtë Allahun masit des. Po Allahun duhet me dashtë të konë gjallë. Nëse don me dashtë Allahun duje ti. Nëse don me dashtë Allahun, madhroj Allahun, ban tobe, mbështetun Allah, ban vepra të mira, Allahu don. Allahun na dashtë ja Rabbel Alamin. Elusim Allahun e madh që ky muaj Ramazanit jetë muaj që ta shtojmë dashurinë për Allahun, e Allahu na don neve, na mëshiron, na udhzon dhe të na bën nasib xhenatul firdausin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.